Çfarë vesha këtë javë si mësuese në Angli? Filloni komentes. Tani pse na e thua çfarë punë bën edhe çfarë veshe që na intereson. Juve që nuk i intereson, vazhdoni te video më poshtë, të shikoni ndonjë gjë tjetër derisa të përshkruaj unë videon time për ata që u intereson. Tani, siç mund të shikoni, një ditë vesh gjypa, një ditë nuk e marr gjypin, se bën një ditë bën ngrohtë, një ditë bën ftohtë. E vërteta është që na filloi prap shiu, iku vapa e madhe që kishim. Okej, se 30 gradët nuk durojnë në Angli, janë shumë, edhe ky shtet nuk është i përgatitur për këto temperatura kaq të larta, ndaja edhe më mirë që ikën ato temperatura. Tani na filluan shirat prapë, por temperaturat janë normale për në Angli dhe për këtë stinë, do me thënë 18-19 gradë, që është ngrohtë, mund të themi që është ngrohtë. Ndaj, disa ditë mora gjyp, disa ditë nuk mora, siç mund të shikoni, po zakonisht, në përgjithësi dua të them, u vesha trashës se sado që ashtu kur rri 4-5 orë në një vend pa lëvizur do mbërdhish. Bën vap jashtë. Këto ishin outfitet, më thoni cila ishte preferuara juaj. Ciao.